Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të zbulojmë së bashku top 5 mitet më të mëdha për shëndetin që shumë njerëz ende i besojnë. Ndoshta edhe ju i keni dëgjuar apo i keni zbatuar ndonjëherë, por keni kujdes, disa prej tyre mund t'ju kenë bërë të humni kohë, para dhe ndonjëherë edhe të dëmtoni shëndetin pa e kuptuar. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Miti numër 5. Duhet të peshtet kota ujë çdo ditë. Kush nuk e ka dëgjuar këtë rregull të famshëm? 8 gota ujë në ditë, përndryshe trupi do të dehidratohet. Në fakt nuk ka asnjë provë shkencore që ky numër është i saktë. Nevoja për ujë ndryshon nga personi në person. Varet nga mosha, klima, aktiviteti fizik dhe madje edhe ushqimet që konsumojmë. Shumë fruta dhe perime kanë përmbajtje të lartë uje, shalqiri, kastraveci dhe portokalli. Edhe supa, çajrat apo pijet e tjera kontribuojnë në hidratim. Pra, në vend që të fiksoheni tek numri 8, më e rëndësishme është të dëgjoni trupin tuaj. Pini ujë kur keni etje dhe mos e lini trupin të dehidratohet. Nëse urina është e verdhë dhe qelët, kjo është shenjë që jeni mirë të hidratuar. Miti numër 4. Sheqeri bën fëmijët hiperaktiv. Shumë prindër janë bindur se pasi fëmijët hanë çokoladë apo torte, ata bëhen menjëherë hiperaktiv. Por hulumtimet kanë treguar se nuk ka asnjë lidhje direkte mes sheqerit dhe hiperaktivitetit. Por kjo nuk do të thotë se sheqeri është i pafajshëm. Konsumimi i tepruar çon në probleme serioze si obeziteti, diabeti apo prishja e dhëmbëve. Por sheqeri nuk i kthen fëmijët në hiperaktiv. Miti numër 3. Vaksinat shkaktojnë autizëm. Ky është ndoshta një nga mitet më të rrezikshme që qarkullon edhe sot. Ideja nisi nga një studim i publikuar në vitin 1998, i cili pretendonte se kishte lidhje mes vaksinës dhe autizmit. Por ky studim rezultoi mashtrim, u tërhoq dhe autori humbi licencën. Që atëherë janë bërë dhjetra studime serioze me miliona fëmijë dhe asnjë nuk ka gjetur lidhje mes vaksinave dhe autizmit. Fatkeqësisht edhe sot, ky mit bën që disa prindër të mos vaksinojnë fëmijët e tyre, duke rrezikuar jo vetëm shëndetin e tyre, por edhe të komunitetit. Vaksinat kanë shpëtuar miliona jetë dhe janë ndër arritjet më të mëdha të mjekësisë moderne. Ndaj mos u mashtroni nga informacioni i rrem online. Miti numër 2. Duhet të bësh detoks për të pastruar trupin. Në treg sot gjem pafund çajra, dieta dhe produkte që premtojnë detoks, të pastroni trupin nga toksinat. Por e vërteta është se trupi ynë ka tashmë një sistem të mrekullueshëm detoksifikimi, mbëlqia, veshkat, mushkëritë dhe lëkura. Këto organe punojnë çdo ditë, 24 orë në 7 ditë për të tërhequr toksinat dhe mbeturinat nga organizmi. Çajra detoks shpesh nuk bëjnë asgjë më shumë se sa të veprojnë si diuretik apo laksativ, që mund të çojnë edhe në dehidrim apo mungesë të elektroliteve. Në vend që të shpenzoni para për produkte të dyshimta, kujdesuni për një dietë të shëndetshme, pini ujë mjaftueshëm dhe ushtroni rregullisht. Ky është detoksi më i mirë. Miti numër 1. Krakosja e gishtave shkakton artrit. Shumë prej nesh janë paralajmëruar që të mos krakojmë gishtat se do të bëhemi me artrit. Por në të vërtetë, krakosja e gishtave është thjesht një çlirim i gazit që gjendet në lëngun sinovial të nyjeve. Studimet kanë treguar se nuk ka asnjë lidhje mes këtij zakoni dhe artritit. E vetmja gjë që mund të ndodhë nëse e bëni shumë shpesh dhe fort, është pak irritim të nyjeve ose ulje e forcës së kapjes në duar. Këto ishin top 5 mitet më të mëdha për shëndetin që njerëzit ende i besojnë. Siç e pat, jo gjithmonë ajo që dëgjojmë është e vërtetë. Prandaj, është shumë e rëndësishme që përpara se të ndjekim një këshill shëndetësore, të kontrollojmë burimet dhe faktet. Cilin prej këtyre miteve keni besuar më parë? Shkruani në koment dhe le të diskutojmë së bashku. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe koment.